Korçara dhe korçar të mençur, mos harroni kur një moment. Ai që erdhi në pushtet me votë në 2013, ai krenarisht kalonte nga një studio televizive tjetër me hekura në dorë për të terrorizuar qytetarët e vet. Mendonte se në këtë mënyrë ai do të dominojë mbi ta, do t'i bulizojë ata. Në këtë mënyrë ai tregonte në vërtet fytyrën e paarzëve të tij, të cilët kishin firmosur varje të kundërshtarëve politikë. Erdhi në Korçë dhe erdhi si pazaregji. Mendoj se këtu me nikon e tij do mund të blinte një qytetar të thjeshtë të Korçës, njerin prej jush. Do mund ta blinte, sepse miq, do mund ta blinte, sepse nuk i duronte dot kritikat e tij, nuk duronte dot shpirtin e tij të lirë, dhe u bë gati ta blinte. Mirë po, qytetari i Korçës, cilit unë i uroj sot ditëlindjen, rastisi njeri prej jush, rastisi me karakterin tuaj, me normat tuaja morale, jo të sojt të ti, as të peleshit të ti, dhe gjithë fushata e ti u përqendruan në Korçë të ky njeri që i uroj dhe i 120 vjet tjera Ilir Vrenozit. Unë sot bëj thirrje çdo qytetarit të Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit, me 11 maj të bashkohemi, sepse shtëpia pa fëmijë, pa të ri, djepi bosh, klasat pa nxënës, janë mjerim për çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tij. I them çdo qytetarit të Korçës dhe Shqipërisë se shtëpia pa të ri, se djepi bosh, edhe Florita po t'i ketë muret, përfundon në një muze dhe jo në shtëpi me Zot. Dhe ne sot nuk kemi kur ata që duhet ishin. Ne sot jemi njerëzit që kemi braktisur në 10 vite më shumë se çdo kombë tjetër, Korçën dhe Shqipërinë. Ne sot jemi njerëzit në të cilët nxënës si shkollat nuk kanë më. Kemi sot si kombë tregues të rindëshmërisë më të ultin në botë për shkak të migracionit. Pra, një siren, një klif mbror nga shpirti i këtij kombi për çdo korçar, për çdo shqiptar, në 11 maj ta shpëtojmë. Ju jeni shpresa. Korça ka shpresë. Korça ka besim. Ju që keni mbush sheshet, i rikthyer shpresën Korçës, i rikthyer shpresën Shqipërisë.
100 dit na duhen, jo për pushtetin tim kur, absolutisht, por 100 dit na duhen për të firmos bashku një kthes vendimtare në këtë rëje të madhe që kemi. Na duhen vetëm 100 dit që nënat babalarë, gjyshe dhe gjyshit tonë të mos numrojnë më kafshatën, por të shpërblehen, të marrin një pension minimal kur më të ullë se 200 euro. Sot 570.000 kanë pension ndër 172 euro. Na duhen që rrogullët të mos marrin kur rroga ndër 500 euro. Që të mos paguani me energjin mbi 7 lek kilovatin. Që naftën të mos e blini më kur në shtretë se Macedonia. Na duhen. Na duhen 100 dit që ju në farmacit tuaja të mos blini kur me ilaçe kalpe, po vetëm ilaçe që shiten në dy vendet Bashkimit Evropian. Na duhen 100 dit të dashur korçare dhe korçar, që ju për fëmijët tuaj, për veten tuaj, për prindrit tuaj, të moshurit tuaj, të keni atë listë rimbursimi ilaçesh që ka sot Republika Italiane për qytetarët e vet. Na duhen 100 dit që të mos mungoj me asnjë ilaç në spitalet tona për smur të rënd. Na duhen 100 dit që ti biznismen i vogël të mos e blesh me energjin 18 lek, por ta blesh 6 lek. Të blesh ujnë me tarif të përgjysmuar, të paguash sipërfaqen publike 5 herë më lirë, ti ndërtuash të paguash për ndërtimin taksa 10 herë më të ulta. Jo të llogaritura për çmimin e shitjes, por me preventivin. 100 dit na duhen që të vendosim taksën e shesh 10% dhe çdo biznismen dhe çdo i punësuar me rrogë mbi 500 euro do paguaj 10% dhe 13% do i mbetet atij. Do i rritet rroga 13%, do i rriten tarura 13%. Në 100 dit na duhen për të ulë të vëshër në 15%. Pra, për të krijuar krejtësisht një hapësirë tjetër, shpresë dhe besimi për Korçën dhe Shqipërisë dhe Shqipërinë tek qytetarët. 100 dit na duhen që fermerët e Korçës të kenë të njëjtat subvencione, absolutisht të njëjta me fermerët e Maqedonisë. Të keni të njëjtat subvencione me fermerët e Kosovës, Serbisë dhe Malit Zi. Të merrni 5 herë më shumë subvencion për çdo njësi prodhimi, për çdo bagti të mbashtruar, për çdo fidan të mbjellë. Dhe ju garantoj mbrojtje të plotë sezonale të prodhimeve tuaja. Një 100 dit na duhen. Korçarë dhe korçarë pavarësisht nga bindjet tuaja politike, që ndërmarrjet tuaja të fasonit të mos kërcënohen më nga falimentimi për shkak të narkoeuros. Jo,
një bord që do kompensoj ju çdo qindark për enjën e narkoeros do të ngrihet brenda 100 ditëve dhe punëtorët tuaj do marrin rroga siç i meritojnë dhe ju fitimet siç meritoni.